Protestat në Serbi po rritën çdo ditë. Ato nuk janë më vetëm studentore, por protesta mbar kombëtare. Madje diplomati Srećko Đukić thotë se fuqia e tyre tani është e pamatshme. Snaga protesta u Srbiji je ogromna, nemerljiva, rekao bih. Sipas tij, qeveria është futur në kurth dhe rruga vetme e tyre është që sa më parë të largohen nga pushteti. Për më tepër, Gjurić thotë se lufta civile në Serbi ka nisur që kur kjo qeveri mori drejtimin e shtetit. Regjimi serb, sipas tij, ka ndarë shoqërinë në dy grupe. Ata që quhen tanët, mbështetësit e pushtetit, që paraqiten si patriot, njerëz të mirë dhe të drejtë, dhe ata që quhen të tyre, kundërshtarët e pushtetit, të cilët shpesh etiketohen si tradhtar, armiq apo bashkëpunëtor të huajve. Pra, lufta civile, sipas Đukić, ka nisur me fjalë, me etiketime dhe propagandë, duke krijuar përqarje të thella mes qytetarëve. Me kohë, kjo përqarje është kthyer edhe në përplasje në rrugë, siç po shihet tani me protestat. Edhe Evropa po reagon. Në Parlamentin Evropian të gjitha partitë kanë folur me një zë kundër shkeljes së të drejtave në Serbi. Madje po mendohet të ndalen edhe lidhjet me partinë e fuqishit. Đukić beson se ditët vendimtare për Serbinë po afrohen. Kulmi, sipas tij, do të jetë me 1 nëntor në përvjetorin e tragjedisë Novi Sadit. Detaje tjera interesante të kësaj interviste i gjeni vetëm në The Geopost.